se dje, do bëhe edhe disa politika të paktën kështu u tha nga zëvendësministri e arsimit, që për të gjitha ato vajzat apo djemët që ka realizuar një vlerësim maksimal në të 4 vitet, pra që marrin medaljen, ose edhe ata që nuk e marrin medaljen, por që kanë një notë të lartë, do t'u jepet një bonus i cili nëse e vaj ndër vite, do ta vazhdojnë dhe në universitet. Që kjo mendoj që është një nga sfidat shumë të mira dhe do doja shumë që këtë bonus ta japnin për të nxitur studentët që të shkojnë në mësuesi si një nevojë domosdoshme, sidomos për ato të cilët do të përzjedhin shkencat eksakte, se duhet të jemi në një krizë reale dhe po bërtasim shumë për nevojën që kemi, që të kemi mësues empatik, mësues të aftë dhe mësues që do mësojnë të rinjt, sepse është i vetmi profesion, një nga profesionet, jo i vetmi, që nuk do të zhduki inteligjenca artificiale, po do të jetë gjithmonë i domosdoshëm dhe i kërkuar dhe do të ketë më shumë fronte pune se sa realisht duket tani.